atinve një lloj qetësi, o ghashiyatuhum ar-rahma, dhe përshinat me gjlis rahmeti Allahu subhanahu wa ta'ala, wa haffatuhum al-malaika, dhe prezentojnë melaqet e rahmetit që të ndëgjojnë dhe të mësojnë dinin Allahu subhanahu wa ta'ala, wa dhakarahum Allahu fi man 'inda, dhe Allahu azza wa jall një nga një i përmen mesin e melekve dhe mburrët me to. Për këtë arsye, këto me gjlise janë këto raste në veçantin stinën e dimnit, që musliman takohen shpesher. Ka masdarka është më e gjatë. Është mjerim nëse takohen musliman dhe kalojnë një natë, një qas dhe një kohë, dhe mos përmenet Allahu azza wa jall apo çohet salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam fare. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala për rahmetit të tij e ka bon që jeta e muslimonit të jetë e tij, që vdesin pleq dhe vdesin të ri, vdesin meshkuj dhe vdesin gra, në mënyrë në shenjë rahmeti prej anës Allahut azza wa jall, që të gjithëve neve të i kujton, të i kujtohe takimin me Allahun azza wa jall. Këse ka disa burra në kësi përbaqen e tokës kanë qenë, ka dhe prej tjerëve si rrallë, që përmallohen për Allahun subhanahu wa ta'ala, përmallohen mu taku me Allahun azza wa jall. Dhe Allahu azza wa jall, këta njerëz në shenjë për gëdhelje, si që kanë thonë mufesirët, komentatorët e Kurani Kerimit, Allahu ka thonë, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ. Ku shpreson mu taku me Allahun, thot mos u brengosni, mos u mërzitni, se takimi me Allahun ka me ardhur. Thot një komentator që e kanë thujt Ebu Uthman, ka thonë kja një shenjë për gdhelje për musliman. I lodhësh raskapitër, qohën sabah për gdhelësh, ftoft i madh, shkon xhami, ban namaz, kujdesesh, mos hajsh haram, pra jetën tonë e ki të kufizum. Pse këto krejt e bën? Që një ditë me Allahun azza wa jall do mu taku faqevar. Ta për ata tha mos u brengosni dhe mos u mërzitni, vazhdojnë këtë mënyrë. Fa inna ajal Allahi la'at. Takimi me Allahun azza wa jall s'ka dyshim se ka me ardhur. Pra transmeton Imam Bukhariu me një hadith të vërtetë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa. Kush ka dëshirë mu taku me Allah, dhe Allahu ka dëshirë mu taku me ta. Fa men karja liqa Allah, karja Allahu liqa. Kush don mu taku me Allah, dhe Allahu azza wa jall nuk don mu taku me ta. Kur e tha këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aisha ishte prezent. Dhe ndëgjoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush ka qef mu taku me Allah, ka qef dhe Allahu takohet me ta. Kush ka qef mu taku me Allah, dhe Allahu s'ka qef mu taku me ta. Aisha e kuptoi se e ka për qëllim për vdekjen. Kush e do vdekjen, don Allahu mu taku. Kush e don vdekjen, s'don dhe Allahu mu taku. Tha ja Rasulullah, cili prej nesh e do të vdekjen? Pas njëna se dojnë vdekjen. Vdekja është e ftohtë. S'ka dëshirë kur kush me vdek, apo? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lejse kedhalike ya Aisha, nuk është kështu ja Aisha. Tha po besimtari që jeton në dinin e Allahut, jeton për Allahun azza wa jall. Ta para se me vdek, Allahu azza wa jall i çon melek. Para se me marr melekja e vdekjes, e cila merr shpirtin, vin melek dhe e përgëzoj këtë njeri dhe thoj: ne kena jena mishdegji, që kena ardhë mishdhe me dhonë për jonës Allah, se Allahu është i kënaqur me ti. Dhe për ti Allahu azza wa jall ka pregadit xhenet. Allahu është razi me ata që e ki bon të këtë dënjo. Pa në këtë shaz dhe këtë moment, gjdo kush që i përgëzohet me këtë mishdhe, ka që e taku me Allah. Me vetë, apo do Allah me jetu, apo do me antarët e familjes me kalu Allah, apo me orte Allah, thot e Allah, apo do me shku. Të veç një dëshire ka. Të në dëshirë, të më konë këtine antarëve të familjes, të kisha pas fuqi. Ka të sot Imam Gazaliu, qasët e vdekes njeri u fuqia e argjohut. S'ka fuqi me folë, po. Për këtë arsye thot kisha pas fuqi që t'i jep mish dhe antarëve të familjes dhe t'i njoftoj
sa gje ku jam të shku, dhe me mishtën e Allahut që une jam me razi, ku jam të shku, a shumë ma mirë se këto me nej. Pa ata une kam zgedh me shku të Allahut se sa me juve me nej. Tëtë Allahut, mos e bojt derë, se na i galdoj, na i tregoj. Që i tregon? Ka thirë për Allahu Azza wa Jall disa jetën Kurani Kerim, i ka tregu se atinve që i kanë jetu për Allah, që e kanë respektu dinin Allah, e kanë respektu vendimin Allah Azza wa Jall, ka thonë mos u brengosni për to dhe mos u mërzitni, se për to s'ka brenga dhe mërzia. Po te Allah Azza wa Jall, Allah ka pregadit mira xhenete dhe kështu me radhë. Pra Allah Azza wa Jall na ka tregu muslimanve për ato që jetojnë për Allah Azza wa Jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha kur të vejnë e qasti vdekjes, vinë këto melek dhe përgëzojnë. Tha në këtë qast ka dëshirë ki takohet me Allah. Se e shef ku ka me shku, që s'ka dëshirë me shku e gjithë. Tha edhe Allah ka qef mu taku me të. Ndërsa munafiku, qafiri, shkau. A i thotë në kudes ku të do një qitni, se unë hitë se kam der vdekjen, stut në hitë. Ku të vejnë e qasti vdekjes, vinë di melek dhe përgëzojnë me idhërimin Allah. Dhe dojnë Allah është idhnu me ti. Dhe Allah për ti ka pregadit këtë zjama. Përshër? Dhe në këtë rast s'ka qef mu taku me Allah. S'ka dëshirë mu taku me Allah në zogjë. Dhe Allah Azza wa Jall nuk ka dëshirë gjithashtu të takohet me ta. Ta ke është komenti këti hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur s'ka dëshirë mu taku me Allah, dhe Allah Azza wa Jall ka të dëshirë mu taku me ta. Kur s'ka dëshirë mu taku me Allah Azza wa Jall, dhe Allah nuk ka dëshirë mu taku me ta. Për atë në transmeton një hadith Bara ibn Azib, radiallahu ta'ala an, të të ishme në vorrim vërrizët e Bëkijës në Medine, doke e vorros një njeri, një muslimat. Ta erë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u ullë të varri, e kish në dorën e ati një shtak, shkop, si i thoni? Ta e me vizaton të në tokë dhe qandë. Derisa e përloti vendin që i kish pranë ati. Ana rishmi, pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur që me pas mbi kokët e tona, ka një zogë, hiç lëvizshme. Ta pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta ngriti kokën dhe tha, ej ikhwani, limit di hadha l'jom fa'iddu, o vlezrit e mi, ta për një ditë si kjo pregadit. Pa këtë jeta është për shka, për një ditë. Për ditën e takimi që Osman ibn Affani kur e shif të varrin qante. Dhe pyetën ata pse po qanta se kanë dëgju pejgamberin Allah, thonë të përkja stacioni i pari muslimonit. Si ta ketë kollaj që tu, në tonë edhe ma kollaj. Si ta ketë vështirë këtu, në tonë edhe ma vështirë. Pra ata të parë tonë në porosishin dhe dhëshin letonja një vetës, se pragi, na i thoi prag, ha? Pragi është i vështirë, do në varri është i vështirë. E mali kim një dinar për mja kuptu shok vetë, qish është a gjenë tonë, ku të shkojsh? Mor një udhtim i pinanimit. Edhe kur më rinin limana që unala një zbrit. Mas asaj kishte dogon, carina. Dorë në carinor. Do ka njerët për pare dhe të nalu. Po pse? Të nalu se kontrol ka këtu. I nxerri gjepët asaj paltës që e kishte jashtë, as kam kur gjonë. Të hepë. Dull në tonë, a shok i vetë me gjonë të. A ju nalë. Priti një një sahat të të kontrolun këtë, të jashkujtën beleshkër, me paguj. Do në tonë, tha ulla vjem, a i retja që shtunë. Tha qish, a i që shkojnë letë pa kur gjoj, thojnë hetë. A i që me qonë të blotën nalu, se ka kontrol. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasaj tha, ta muslimoni ku qenë qastët e fundit të jetës, vinë me leke përgëzoj pas asaj, ta për që përforcu zemrën e ti, për ta qetësu ata. Nga se ballafaqohet, e përjeton një gjendje që i kur se ka përjetu. Dhe për ata trishtim,